Po, shtimi i buxhetit për komuna është e domosdoshme. Edhe neve si Asociacioni Komunave të Kosovës kemi kërkuar që të bëhen më shumë ndarje buxhetore drejt komunave sepse jeta zhvillohet në nivelin lokal. Dhe po besojmë që gjatë rishqyrtimit të buxhetit, Ministri Murati ka premtuar që do të ketë rishikim të buxhetit, kërkesat që burojnë nga komunat të miren parasysh. Duke marrë parasysh që vetëm gjatë këtyre muajve të parë, komunave ju në marrë me 10 miliona euro për shkak vendimeve gjyqësore, atëherë është e domosdoshme rishikimi i buxhetit për gjitha komunat e Republikës Kosovës, e në veçanti aty ku janë marrur mjetet financiare nga vendimet gjyqësore, që shumica e tyre miren për shkak të kontratave kolektive. Në ligjin për menaxhimin e financave publike, janë nenet e caktuar aty ku komunat mund të rialokojnë mjete mes vijave buxhetore deri në 5% të totalit të një vije buxhetore, por jo më shumë. Në këtë ligj është neni aty ku thuhet që deri në 15% komuna duhet të adresojë kërkesën për rialokim të mjeteve tek ministri dhe pastaj në bazë të arsyes së komunës ministri mund të vendosë po apo jo. Deri në 25% mundet qeveria të marrë vendim për rialokimin e mjeteve apo ndryshimin e destinimit të mjeteve për investime kapitale në këtë rast, sepse interesi më i madh i qytetarëve është në investime kapitale, pra deri në 25% mund ta bëjë qeveria me një vendim, kurse mbi 25% është përgjegjësi e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Domethënë edhe në këtë rast komunat nuk kanë shumë mundësi për rialokimin e mjeteve për investime kapitale në mes vijave buxhetore. Dhe për këtë arsye edhe viteve të kaluara, neve si asociacion kemi kërkuar që të ketë rishikim të buxhetit Kosovës në mënyrë që komunave t'ju mundsohet rialokimi i mjeteve për investime kapitale në veçanti, dhe duke marrë parasysh që shumë mjete financiare janë marrë për shkak kontratës kolektive të cilat kanë qenë të dedikuara për investime kapitale, mirëpo edhe gjatë viteve të kaluara kërkesa jonë ka hasur në vesh të shurdhur, mirëpo këtë vit e kemi premtimin e ministrit Murati, i cili ka thënë që do të bëhet rishikimi i buxhetit të Republikës Kosovës dhe neve si asociacion mendojmë që iniciativat e komunave, kërkesat e komunave për projekte të ndryshme dhe të cilat padrejtisht janë dëshkuar për shkak kontratës kolektive, t'ju mundsohet rishikimi i buxhetit në mënyrë që mjetet buxhetore të shkojnë në interes të drejtë për drejtë për zhvillimin ekonomik lokal dhe në interes të qytetarit. Buxheti i Republikës Kosovës është miratuar. Do të thonë komunat janë duke shfrytzuar mjetet financiare bazuar në ligjin e buxhetit për vitin 2026. Përveç komunës së Zubin Potokut, të cilës komunë nuk i është miratuar buxheti ende dhe ata vazhdojnë të veprojnë me buxhetin e vitit të kaluar, të gjitha komunave janë miratuar buxhetet e tyre komunale dhe kanë hyrësi të tilla në ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës. Mirëpo problemi është që në këtë kohë shumë të shkurt me 10 miliona euro i janë marrë komunave për shkak të vendimeve gjyqësore dhe normal që komunat nuk mund të zbatojnë projekte të cilat i kanë parapar me buxhetet e tyre komunale dhe normal që është pengesë. Do të thonë neve si asociacion kërkojmë që qeveria dhe Parlamenti i Republikës Kosovës në një të ardhme të shkurt ta bëjnë rishikimin e buxhetit në mënyrë që kërkesat e komunave të inkorporohen në gjatë procesit të rishikimit të buxhetit.